Dhe ndonë se zgjedhjet në Shqipëri janë ende 4 muaj larg dhe ndonë se fushata elektorale nuk është të çelur zyrtarisht, vendi duket sikur është futur tërësisht në një klimë zgjedhore. Partia Socialiste në këtë kuadër, veç kritikave ndaj qeverisë, ka filluar të bëjë dhe premtimet e saj elektorale. Për disa prej këtyre premtimeve në fushën ekonomike, ne kemi ftuar sot në studio deputetin Arben Ametaj, sekretari i Partisë Socialiste për sipërmarrjen. Zoti Ametaj, mirë se erdhët. Para se të kalojmë tek ekonomia, duke marrë shkas nga takimi i dieshëm i komisionerit për zgjerimin Stefan Füle me përfaqësuesit dhe aktorët kryesor të politikës shqiptare, duket se çështja e statusit ka mbetur i bllokuar ndër tjera për 3 projekt ligje aq të përfolura që Parlamenti shqiptar nuk po arrin dot t'i miratoj pasi mungon pakica. A pritet që Partia Socialiste të shqyrtoj mundësinë e ndryshimit të qëndrimit të saj para zgjedhjeve? Partia Socialiste ka qenë shumë e qartë në qëndrimin e vetë në lidhje me procesin e integrimit evropian, edhe në lidhje me 3 ligjet e pavotuara në parlament. Problemi i Shqipërisë nuk është votimi 3 apo 5 apo edhe 10 ligjeve. Problemi i Shqipërisë është zbatueshmëria e ligjit dhe mbi të gjitha, ashtu siç dhe ju thatë, zgjedhjet e lira të ndershme me standarde ndërkombëtare është fjala kyç i zhvillimit të Shqipërisë, i procesit të integrimit evropian, por edhe zhvillimit ekonomik pas zgjedhjeve të 23 qershorit. Pra, thënë ndryshe, nuk janë 3 ligjet që kanë bllokuar statusin e vendit kandidat, por është situata ku janë institucionet shqiptare, është situata ku është qeverisja shqiptare, është korrupsioni, është sistemi gjyqësor larg standardit të duhur. Pra, nëse të kufizonim çështjen e integrimit evropian apo të statusit të vendit kandidat me 3 ligje, besoj që do ta kishim ngushtuar jashtëzakonisht dhe përtej reales atë që aspiron Shqipëria. Po të ishin 3 ligje, po të ishin 5 ligje, sot ne jo vetëm që do ishim vend kandidat, po ndoshta duke trokitur për të bërë vend antar. Arsyeja pse jemi këtu larg është situata aktuale në Shqipëri, situata e qeverisjes, e keq qeverisjes në fakt, situata e korrupsionit dhe institucionet e pavarura. Flasim për sipërmarrjen. Ju jeni sekretari i Partisë Socialiste për sipërmarrjen. Partia Socialiste ka akuzuar vazhdimisht qeverinë për marrëdhëniet me biznesin, niveli i taksave, korrupsion, organe tatimore. Qeveria nga ana e saj shpreh se politikat e saj fiskale kanë krijuar një mjedis mjaft të favorshëm për sa i përket biznesit. Ku i shihni ju problemet kryesore? Janë te ligja apo te zbatimi i ligjit? Së pari, problemet e një ekonomie rrjedhin nga, le të themi, qeverisja ose keq qeverisja apo mirë qeverisja. Në rastin konkret, ne besojmë, dhe sigurisht që përpara publikut shqiptar, dhe jo vetëm publikut shqiptar, ne kemi parashtruar, kemi nxjerr fakte, momente apo elemente të rëndësishëm se qeverisja aktuale jo vetëm që ka keq qeverisur Shqipërinë, por ka promovuar monopole dhe klientelizëm në ekonomi. Mungesa e konkurreshmërisë është elementi i parë negativ një ekonomi. Dhe mungesa e konkurreshmërisë në ekonominë shqiptare vjen për shkak të kapjes që i është bërë shtetit. Ne kemi një shtet, një qeveri të kapur. Dhe lulëzimi i monopoleve sigurisht ka sjell prishjen e konkurrencës, ka sjell sigurisht korrupsion shumë më të lartë, dhe ju e dini renditjen, dhe çdo kush në Shqipëri e di renditjen akoma më të keqe që mori Shqipëria në 2012, por dhe zbatueshmëria e legjislacionit. Po ju them që sot ka dhoma tregtie të rëndësishme si ajo dhoma e tregtisë amerikane, gjermane apo dhomat e tregtisë shqiptare, qoftë Business Albania apo dhoma e tregtisë të Tiranës, të cilat kanë akuzuar drejt për së drejti qeverinë, strukturat qeveritare, administratën tatimore për abuzivizëm, për prishje të klimës së biznesit. Po, dhe duke vazhduar idenë tuaj, Partia Socialiste ofron vërtet një panoramë shumë të zymë për sa i përket ekonomisë shqiptare, ju përmendët një sër probleme shpak më parë. Por nëse gjendja është kaq kritike sa ju thoni, në rast se ju vinin pushtet, si do të arrini ju ta ndryshoni situatën? Saq është ironike, është dhe vërtet që Partia Socialiste, sa herë që ka ardhur në këto 20 vite në pushtet, i është dashur të rimëkëmb shtetin, i është dashur të rimëkëmb ekonominë. Dhe këtë mision, në fakt, ka Partia Socialiste pas 23 qershorit. Kjo është dhe arsyeja
se ne e quajmë programin ton një program për rilindjen shqiptare. Qartë, konkretisht si do ta bëni? Konkretisht, në radhë të parë, duke u referuar dhe asaj që folëm momentin njët të kësaj interviste, është rivendosja e zbatueshmërisë të ligjit. Nuk mund të ketë absolutisht asnjë gjë të mirë, qoftë ekonomi, qoftë institucione, qoftë se ligjet nuk zbatohen. Dhe i rikthejmë përsëri kryefjalës, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pastaj programi ekonomik është shumë i qartë. Ne kemi një sistem, ne do të bëjmë një reformë në sistemin tatimor, i cili në fakt do të rivendosi atë që ne quajmë sot dhe kemi moto të fushatës tonë, tatimin e ndershëm. E dyta, gjithë çfarë ka ndodhur me burimet natyrore, me pasuritë natyrore të Shqipërisë, ka qenë një katastrofë. Ju shikoni çfarë ka ndodhur me privatizimet, shikoni çfarë ka ndodhur me energjinë, shikoni çfarë ka ndodhur me naftën. Partia Socialiste se po të vini në pushtet disa kontrata koncesionare që i konstatoni ju me shkelje, apo siç është rasti llotarisë kombëtare apo shitja e fundit të 4 hidrocentraleve, ju do t'i anulloni. Nuk mendoni se ky do të ishte një ndikim negativ te investitorët e huaj? Në fakt, investitorët e huaj, ata që marrin kontrata të ndershme dhe të drejtë për drejta, transparente, në bazë të një gare normale dhe me një çmim ku reflektohet standardi kombëtar dhe standardi shqiptar, nuk kanë pse të kenë probleme me këtë që kemi thënë. Po sigurisht, ato kontrata të cilat nuk janë marrë në dritë të diellit, pra në transparencë të ligjit dhe janë në kundërshtim me interesat e publikut shqiptar dhe janë përtej praktikave më të mira ndërkombëtare në biznes, sigurisht që dhe ne i kemi deklaruar që po, ato kontrata do të prishen. Zoti Jametaj, duke u kthyer pas në kohë, përpara 8 vitesh pak a shumë kam parasysh, sidomos zotin Berisha që bënte akuza shumë të ashpra ndaj qeverisjes socialiste. Duket sikur ka një ndrim vendesh ose si do arrini ju të jeni bindës kësaj radhe? Problemi është që Sali Berisha shumë njerëz menduan... Ishte opozita e kohës. Patjetër. Nuk i referojmë vetëm emrit, i referojmë çfarë përfaqësonte. Jam i qartë. Shumë njerëz menduan që ndryshoi në fakt në 8 vite në fund të 8 vjeçarit dhe në fakt të qeverisjes së tij, çdo shqiptar e ka të qartë se çfarë ka ndodhur me Shqipërinë. Në vend që Shqipëria të ecte përpara, Shqipëria ka ngel mbrapa. Si është e mundur që një vend i NATO-s të mos arrijë dot të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme? Si është e mundur që një vend si Shqipëria të privatizojë një nga, le të themi, sektorët më të rëndësishëm të vet dhe të dështojë që është energjia? Si është e mundur që një vend si Shqipëria, që ka naftë në fakt në nën tokën e vet, është i bekuar nga Zoti, nuk arrin dot të përpunojë naftë brenda vendit të vet? Ka vetëm një arsye. Kjo qeveri ka dështuar dhe në fakt është në muajt e fundit të jetës së vet. Sigurisht që vendi kërkon sërish rilindje, kërkon atë dashuri, kërkon profesionalizëm dhe seriozitet. Dhe një program... Po, shkurtimisht duke u ndalur te programin. Në programin tuaj kam parë keni premtuar ulje borxhi, hapje 300.000 vendeve të reja të punës, uljet në 95% të taksave. Si do t'i realizoni ju këto premtime me këtë situatë ekonomike që sapo parashtruat këtu? Në fakt, kjo është realisht një sfidë që të marrësh Shqipërinë pas 23 qershorit në një situatë ekonomike kaq të vështirë dhe t'ja dalësh. Dhe ne jemi të bindur që do t'ja dalim ato gjithë premtimet që ne kemi bërë, që nga ulja e taksave për 95% të punësuarve dhe deri te elementet e tjerë, deri te vendet e punës, janë të menduara brenda nesh jashtëzakonisht shumë mirë, janë të mbështetura jashtëzakonisht shumë profesionalisht dhe në fakt janë të debatuara dhe të bluara brenda nesh me shumë kujdes. Ne në fakt jemi shumë krenar, jemi me këmbë në tokë, por shumë krenar për programin ton për një rilindje shqiptare. Zoti Jametaj, unë ju falenderoj shumë për opinionet që ndatë në studion e ditarit.